Kjo është video e dytë ku flas për të dytin sipas renditjes, pro dhe kontra pse duhet dhe pse jo me shku në finale. Kontra Klodi mrena shtëpisë pavarësisht potencialit tij që ka dhe ka mujt me ka bo mrena shtëpisë veç një lojë të vetme, lojën me lëndrimin dhe me Elionën. Me lëndrimin një farë lloj shoqënie të pakuptueshme në fillim dhe pastaj shumë shok. Me Elionën, jo i lash hapësirës, i lash jo po pe du, jo s'pe du, jo po pe tradhtoj, jo s'pe tradhtoj, jo pe puthi, jo s'pe puthi. Gjithmonë edhe nu si fëmijë i keq, po prap dyqysh u pajtu, okej. Pro ka qenë shumë i kujdesshëm që shumë rrallë herë i ka ndalë fjalë të ronda për banorët në shtëpi, në fjalonin e tij, kur ka tentu me argumentu një artikulimi e ka në rregull, por argumentimin e ka po në ty ik temës kryesore, u mënu gjithmonë me gjithë fajtorin dhe asnjëherë vetë fajtor, që është strategji e mirë për lojën, nuk i bukur ndoshta për çat pjesë, do të thonë këto potencialisht janë ngjyra pse duhet me shku kënjëri në finale.